Me që të ndëruar, ju përshëndes prap, do të vazhdojmë sot me mësimin e radhës nga Ungjilli sipas Markut. Jemi tek Marku kapitulli 8 edhe sot do të shikojmë vargjet 22 deri 26 ku do të shohim mrekullinë që Jezusi bën kur ai e shëron një person të varfër. Le të lexojmë këto vargje fillimisht edhe pastaj le të shohim më thellësisht se çka këto vargje na mësojnë. Marku kapitulli 8 vargjet 22 deri 26 na thotë: Dhe erdhën në Betsaid, e i sollën Jezusit një të verbër, dhe i u përgjëruan që ta prekte. Dhe duke kapur dorën e të verbërit, e nxori jashtë fshatit dhe si pshtyu në sytë e tij, duke vënë duar mbi të e pyeste a sheh diçka. Dhe duke ngritur sytë thoshte, shoh njerëzit që i shikoj si pemë duke ecur. Pastaj përsëri Jezusi vuri duart mbi sytë e tij, dhe ai pa qartë, e ju përtëri të parët, dhe i shihte kthjellët të gjitha. Dhe Jezusi e dërgoi në shtëpinë e tij, duke thënë as të mos hysh fare në fshat. Këtu pra janë vargjet nga Marku kapitulli 8, vargjet 22 deri 26. Në vargjet paraprake në mësimin e kaluar, në videon e kaluar që kemi bërë, ne kemi parë se si Jezusi i kishte urdhëruar dishepujt e tij që ata të kenë kujdes nga tharmi, apo nga maja e farisenjve, nga doktrinat e tyre dhe nga mësimet e tyre të rreme. Edhe ky pasazh vazhdon edhe na tregon se ai me dishepujt e tij, mbasi i urdhroi ata që të kenë kujdes nga farisenjët, ai me dishepujt e tij erdhën së bashku në këtë vendin që quhet Betsaid. Betsaida ishte një fshat peshkimi në bregun verilinduar të detit të Galiles. Pietri dhe Andrea, në fakt, dy nga dishepujt e Jezusit ishin nga ky vend. Dhe sapo hyn në këtë vend, siç na thot vargu 22, i sollën Jezusit një të verbër dhe i u përgjëruan që ai ta prekte atë. Tash nuk na ipen detaje se kush këta persona ishin që e sollën këtë person tek Jezusi, por arsyeja pse e sjellin këtë person është sepse ata e dinin se Jezusi vërtet ka fuqi që të bëjë mrekulli dhe mund ta shërojë këtë person. Është këtu në fakt shumë afër këtij fshati, do të afër Betsaides, ku Jezusi në mënyrë të mrekullueshme kishte ushqyer rreth 5000 burra me 5 bukë dhe 2 peshk. Kështu që njerëzit në këtë fshat e dinë fuqinë e Jezusit, ata e dinë që ai mund të bëjë gjëra të mrekullueshme dhe e sjellin këtë person të verbër shokun e tyre. Falni, po ndoshta edhe vetë një antar i familjes që ata dëshirojnë që ai të shef, që ai të shërohet. Dhe mbasi që e sjellin këtë person, ata, siç na thot vargu këtu, i u përgjëruan që ta prekte. Kjo është rëndësishme, këtë fjalë që ta prekte, janë të rëndësishme. Ata thjesht donin që Jezusi thjesht ta prekte këtë person. Pse është kjo? Arsyeja është sepse këta njerëz kishin parë shumë raste ku Jezusi shëronte njerëz vetëm duke i prekur ata, apo kur ata e preknin atë. Kjo na tregon se besimi i këtyre personave në Jezusin, në fuqinë e Jezusit ishte vërtet i madh. Jezusi ishte bërë i njohur në këtë rajon si një person që shëron njerëzit vetëm duke i prekur ata, apo kur ata e prekin atë. Për shembull tek Marku 3 vargu 10 thotë sepse ai kishte shëruar shumë veta të gjithë që kishin sëmundje, dyndeshin rreth tij që ta preknin. Do thotë vetëm që ta preknin, dhe dinin se nëse ata vetëm ta preknin Jezusin, ata do të shëroheshin. Marku 6:56 thotë, dhe kudo ku ai vinte, në fshatra, në qytete, në lagje, njerëzit i vendosnin të lënguarit në shesh dhe e lutnin që të paktën të mund të preknin cepin e rrobës së tij. Në të gjithë ata që preknin shëroheshin. Do thotë ata e sjellin këtë person dhe thjesht duan që Jezusi ta prek këtë person, apo ky person veç ta prek, ndoshta veç mantilin e Jezusit, cepin e madhë të Jezusit, dhe dinë se ata do të shërohet. Kjo tregon besimin e këtyre personave në fuqinë e Jezusit. Mirë po, në këtë rast Jezusi nuk e shëron këtë person
vetëm me prekje, ai bën diçka ndryshe. Këtu shiqoni vargun 23 dhe duke kapur dorën e të verbërit, e nxori jashtë fshatit dhe si e përshtyu në sytë e tij, duke vënë duart mbi ty e pyeste a shef diçka. Pra gjëja e parë që Jezusi bën është që ai e merr këtë person për dorë dhe del jashtë fshatit. Normal një person që është i verbër duhet ta kapësh për dorë që ta udhëheqësh nëse do të shkosh diku sepse ai mund të lëndohet. Jezusi e merr për dorë. Tash Marku nuk na tregon arsyeën se pse Jezusi e bëri këtë, sepse e largoi këtë person nga turma, nga fshati, edhe unë nuk dua të spekuloj për këtë gjë sepse nuk kemi arsye. Mirë, po mbasi e nxjerr atë jashtë fshatit në një vend privat, shiqoni çka Jezusi bën. Dhe si pështyu në sytë e tij duke vënë duart mbi ty e pyeste a sheh diçka. Tash Jezusi këtu bën diçka ndryshe se sa thjesht të thotë sy hapuni apo të thjesht i urdhroj që syt e këtij personi shërohen. Siç në thotë vargu këtu, ai fillimisht pështyn edhe e prek duart, e prek syt e tij me gishtat e tij apo me duart e tij. Tash prapë edhe një herë Bibla nuk na jep arsye se pse Jezusi specifikisht e bëri këtë në këtë mënyrë. Njerëzit spekulojnë shumë duke u munduar që të gjejnë arsyeën se pse Jezusi e bëri këtë. Unë nuk dua të spekuloj sepse nuk dua që them diçka që Bibla nuk na thotë. Realiteti është se kjo është si Jezusi e bëri këtë shërim, se si Jezusi e shëroi këtë person. Një gjë tjetër që Jezusi bëri ndryshe në këtë rast është se Jezusi mbasi që pështyn dhe ja prek syt e këtij personi, ai e pyet këtë person, vargu 23, a shef diçka? Kjo është gjithashtu ndryshe sepse në rastet e tjera shërimi i Jezusi nuk i pyet personat se hey, a je shëruar apo hey, a mund të ecësh apo hey, a mund të dëgjosh. Ai nuk e bëri këtë, ai zakonisht nuk i pyet njerëzit, thjesht i thotë shërohuni dhe ata shërohen. Dhe kur Jezusi e bën këtë pyetje, a shef diçka? Shqyrë që ka vargu 24 thotë, duke ngritur syt thoshte, shoh njerëzit që i shikoi si pemë duke ecur, që tregon se ai ende nuk e kishte marrur shërimin e plot. Ai kishte filluar të shikoj, mirë po nuk kishte e fjellet. Ai i shef njerëzit duke ecur, mirë po në mënyrë të mjegull dhe i duken si pemë, si thotë këtu, si duken si pemë duke ecur. Edhe në vargun 25 pastaj Jezusi përsëri vuri duart mbi syt e tij dhe ai pa qartë e u përtret të parë dhe sheh tek fjellet diçka. Tash në rastin e dytë, do thotë në fazën e dytë ky person e merr shërimin e plot dhe shef gjithçka qartë dhe fjellet. Këtë shërim Jezusi e bën në dy faza të ndryshme. Tash përsëri ka shumë pyetje se pse Jezusi në këtë rast e shëroi këtë person në dy faza të ndryshme dhe jo me një fjalë të vetme. Përsëri përgjigje nuk na jepet në Bibël. Jezusi nuk e shpjegon arsyeën se pse. Më poshtë do të jap një arsye se pse unë mendoj se Jezusi e bëri kjo dhe shumë të tjerë në fakt, por realiteti është që Jezusi nuk na thot. Jezusi nuk na thot se pse e bëri këtë. Dhe mbasi që ky person e merr shërimin e plot, Jezusi urdhron që ky person, vargu 26, dhe Jezusi e dërgoi në shtëpinë e tij duke thënë as të mos hyj fare në fshat. Do thotë që na tregon se ky person ndoshta ishte duke jetuar në periferi të fshatit dikun, apo ndoshta edhe në një fshat tjetër, me pa ai e urdhëron që të mos hyjë në Betsaid, por thjesht të shkojë në shtëpinë e tij. Do thotë kjo është si shërimi ndodh, edhe kjo është çka Jezusi thotë këtij personi çfarë i bëj. Tash ajo që unë vazhdimisht dua të pyes kur lexojmë vargje nga Bibla, pasazhe nga Bibla, është se çka mund të mësojmë nga ky pasazh. Pse e ka vendosur Perëndia këtë pasazh në fjalën e tij? Çka mund të mësojmë ne nga ky? Kjo nuk është e rastësishme, se që ky pasazh është këtu, është me qëllim, ka një qëllim, edhe çka është qëllimi dhe kuptimi i kësaj. Tash për t'ju përgjigjur kësaj pyetje dua të theksoj një gjë që unë mendoj dhe që kam lexuar në fakt nga disa dietarë dhe komentarë të ndryshëm, arsyeën se pse Jezusi e shëroi këtë person në këtë mënyrë, në faza dhe jo me një fjalë të vetme. Dhe kjo është çka dua të theksoj. Kjo mrekulli këtu, ky shërim, dëgjoni me vëmendje, ka një kuptim shpirtëror shumë të rëndësishëm. Bibla na thotë se ne si njerëz në natyrën tonë mëkatare ne jemi të verbër.
dhe në errësirë. Do të thotë si mëkatar, si njerëz, pa besim në Krishtin, do të thotë si në mënyrë se si ne vim në këtë botë, ne jemi në errësirë dhe të verbër në mëkat. Ne jemi në një verbëri shpirtërore dhe nuk i shohim gjërat shpirtërore të Perëndis. Isaia, profeti Isaia tek kapitulli 59 vargu 1 thotë: ja dora e Zotit nuk është tepër e shkurtër për të shpëtuar, as veshi i tij nuk është tepër i rënduar për të dëgjuar, por pavësitë tuaja kanë shkaktuar një ndarje midis jush të Perëndisë tuaj dhe mëkatet tuaja kanë bërë të fshihet fytyra e tij për jush, që të mos dëgjojmë. Pastaj nëse shkon tek vargjet 9 deri 10, thotë Isaia 59 vargjet 9 deri 10, thotë: prandaj ndershmëria është larg nesh dhe drejtësia nuk arrin deri te ne. Presnim dritën për ja që erdhi errësira, presnim shkëlqimin për ja që ecim në errësirë, prekim murin si të verbrit, ecim verbazi, sikur të ishim pas sy, pengohemi në mesditë, sikur të ishte mugëtir dhe në vend të shkretuara jemi se të vdekur. Pra, Isaia na thot këtu se njerëzit për shkak të mëkatit të tyre janë si të verbër, pa sy që nuk shohin, edhe në mes ditës është komplet. Kjo është ajo verbëria shpirtërore në të cilën ne jemi si njerëz nga natyra. Edhe Jezusi thot tek Gjoni 12:4-6: unë kam ardhur si drita për botën, që kushdo që beson në mua të mos mbetet në errësirë. Do thot Jezusi i konsideron që njerëzit që nuk besojnë të veçme janë në errësirë. Dhe nëse nuk besojnë të, ata do të mbeten në atë errësirë, do të mbeten të verbër. Apostulli Pjetër, duke ju folur besimtarëve tek letra e Pjetrit, kapitulli 2 vargu 9, thotë: për ju jeni fesë e zgjedhur, priftëri mbretërore, një këmbë i shenjtë, një popull i fituar, që të shpallni mrekullitë atij që ju thirrri nga terri në dritën e tij të mrekullueshme. Pra, Pjetri thotë që besimtarët në Krishtin janë zgjerrur nga errësira, nga terri, nga verbëria në dritën e tij të mrekullueshme. Pra, mesazhi i Biblës është se çdo person nga natyra është i verbër në mëkat, është në errësirë dhe ka nevojë për shërim shpirtëror që të nxjerret nga ajo errësirë. Edhe vetëm Jezusi mund ta bëjë këtë. Vetëm Jezusi mund të na shërojë nga kjo errësirë dhe të na kthejë të pamurit ton shpirtëror. Mirë po, mënyra se si Jezusi e bën, kjo është ka duhet të kësaj. Mënyra se si Jezusi e bën këtë nuk është e njëjtë. Mënyra se si Jezusi i shëron njerëzit nga kjo errësirë, nga verbëria e tyre shpirtërore, dhe u kthen atyre të pamurit shpirtëror, nuk është e njëjtë. Nga njëherë një person konvertohet në një qast të vetëm, ai ndëgjon të vërtetën, ndëgjon ungjillin dhe më njëherë pendohet për mëkatet e tij dhe beson në Krishtin dhe shpëtohet nga errësira. Ai e kupton realitetin dhe më njëherë e vendos besimin e tij në Krishtin. Mirë po, për disa persona të tjerë u merr kohë, është më shumë se në këtë rastin këtu, në faza të ndryshme. Dhe shpëtimi i tyre apo ardhja e tyre në dritën e vërtetë shpirtërore është në faza, është me disa hapa, nuk është në një çast vetëm. Ata fillimisht fillojnë të shohin pak nga pak realitetin, të vërtetën, sikur ky person i tyre që thjesht fillon të shef njerëzit që po lëvizin, por ende është si mjegull, nuk është gjithçka e qartë. Ka shumë njerëz që përderisa ne e ndajmë ungjillin me ta, përderisa jemi duke treguar tyre të vërtetën, ata fillojnë të shohin gjërat, por nuk është që në një moment të vetëm ata menjëherë konvertohen dhe menjëherë bëhen besimtar. Ju merr disa hapa, duhet si themi në faza të ndryshme, edhe kjo është çka ndodh me disa persona, jo të gjithë konvertohen në një moment të vetëm. Për disa thjesht ndajmë ungjillin dhe ata pendohen, Krishti punon në zemrat e tyre dhe ata menjëherë kthehen edhe besojnë në Krishtin. Mirë po, në shumë raste kjo merr kohë. Edhe kjo është çka ne duhet mësojmë, duhet kemi durim me personat me të cilët ne e ndajmë ungjillin. Kur ne flasim me persona të ndryshëm për ungjillin, për Krishtin, le të mësojmë që të kemi durim me ta. Dhe të mos dorëzohemi, sepse në shumë raste kjo merr kohë, edhe ne duhet të jemi durueshëm edhe të jemi besnik, si në këtë rastin këtu Jezusi një herë ja prek
sytë e këtij personi, e pyet sa shef gjithçka, i thot, po shoh, por ju kthjellet, edhe pastaj Jezusi përsëri e prek, edhe në rastin e dytë, në fazën e dytë, ai person komplet shërohet. Kështu që le ta mbajmë mend, ju vëllezër dhe motra në Krisht, le ta mbajmë mend këtë, që njerëzit atje, njerëzit në botë pa Krishtin janë në errësirë, janë të verbër, janë në mëkat, edhe kanë nevojë për shërim shpirtëror. Edhe kur ne ndajmë Ungjillin, edhe ndoshta fillimisht na duket që ata nuk po pranojnë, nuk po kanë interes, le të jemi besnik, le të vazhdojmë edhe të flasim me ta, sepse për shumë prej tyre duhen disa hapa që ata ta shohin të vërtetën nga pak edhe në fund të vinë në besimin e plot në Krishtin. Kjo është çka unë edhe disa të tjerë, edhe shumë të tjerë në fakt mendojnë se është mësimi shpirtëror i kësaj se çka Jezusi bën këtu në këtë rast. Që le ta mbajmë mend këtë. Për ju që nuk jeni besimtar në Krishtin, dua t'ju them, nga ky pasazh ne mësojmë se nëse ti ende nuk e besuar në Krishtin, nëse Krishti nuk është Zoti dhe shpëtimtari yt, ti je i verbër. Pa më parasysh çfarë religioni ke, çfarë besimi ke, realiteti është që ti je i verbër, je në errësirë, je në mëkat, nuk din ku je duke shkuar, dhe nëse vazhdon të jetosh në këtë gjë, edhe do të vdesësh në këtë gjendje, ti përgjithmonë do të jesh në errësirë, do ta kalosh përjetësinë në errësirë, në liçenin e zjarrit, ku do të ketë dhimbje dhe mundime të përjetshme. Kështu që thirrja ime është që ju të ktheheni te Krishti, që dhe t'i kërkoni atij që t'ju shëroj, t'i kërkoni atij që t'ju nxjerr nga errësira në dritë, dhe t'ju jap të pamërit shpirtëror që ju ta kuptoni realitetin e Krishtit. Dhe mënyra se si kjo bëhet është që ju të pendoheni për mëkatet e tuaja, të kuptoni se jeni mëkatar që meriton ferrin, që nuk meriton asgjë të mirë nga Perëndia, të kthehesh tek ai, ti përgjërohesh në lutje, ti kërkosh që ai të vijë edhe ta ndryshoj zemrën tënde, vendose besimin tënd në Krisht, që ai është shpëtimtari i vetëm që mund të shpëtojë nga kjo errësirë. Pendohu edhe kërkoj Krishtin, dhe ai premton që kushdo që thret në emrin e tij do të shpëtohet. Kështu që pendohu për mëkatet e tua, beso që ai ka vdekur në kryq për mëkatet tua dhe është ringjallur ditën e tretë, dhe beso se ai është Zot, Zoti i vetëm dhe shpëtimtari i vetëm. Kjo është se si ti mund të pajtohesh me Perëndin, edhe mund të dalësh nga errësira në dritë. Ju lutem bëheni këtë para se të jetë vonë. Ju faleminderit, edhe Zoti ju bekoft.